Një ngjarje e rëndësh regjistruar përgjatë të premtes në autostradën Fier-Vlorë, siç konfirmohet nga policia e qarkut të Vlorës, pranë fshatit Bishan, në njësinë administrative Novosel, ka humbur jetën një i ri i moshës 36 vjeç. Më konkretisht, sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në një prej vend pushimeve të automjeteve në autostradën e Vlorës. Në vendin e pushimit të emergjencës është gjetur i ndalur një mjet i markës Volkswagen me targat AB 276 DC, brenda të cilit ndodhej një shtetas i shtrirë në sediljen e përparme. Nga informacionet, dyshues se drejtuesi i mjetit ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale. Viktima më pas është identifikuar nga policia si shtetasi RP me banim në fshatin Starov të Beratit. Siç njofton dhe policia e qarkut, ai më parë ka vuajtur nga problemet shëndetësore dhe kryesisht nga epilepsia. 36 vjeçari udhëtonte i vetëm me automjet në autostradën e Vlorës dhe sipas burimeve të policisë nuk ka patur askënd kush mund t'i japi ndihmën e parë. Ka ndier shqetësimet e para në shëndet dhe me automjetin e tij ka hapur krahun në anën e autostradës ku lejohet edhe qëndrimi dhe më pas duke mos patur ndihmë mjekësore ka ndëruar jetë si pasojë e problemeve shëndetësore. Në vendngjarje kanë bëritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë edhe përgjatë kësaj të premteje për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për përsaktimin e shkakut të vdekjes. Trupi i pajet është dërguar në morgun e qytetit, ku është kryer edhe ekspertiza mjekoligjore. Pritet që kjo ekspertizë të jap verdiktin e saktë të kësaj ngjarje, duke zbardhur dhe dokumentuar shkakun që ka bërë që 36 vjeçari të ndërrojë jetë.